Rruga kryesore që lidh fshatrat Xhibërhane e Ket me rrugën e Arbërit në Bashkinë e Klosit është degraduar shumë keq ditët e fundit. Në segmentin nga Vanari deri në Xhibërhane, rruga është e vështirë për automjetet e vogla për shkak të gërryerjes që ka pësuar prej kohësh. Në këtë rrugë për herë të fundit është ndërhyrë afro 3 vite më parë nga ana e një kompanie që ka ndërtuar një hidrocentral në Ket, por pas kësaj ndërhyrje ajo degradua si pasojë edhe mungesës së kanaleve kulluese anësore, të cilat nuk u mbajtën funksionale. Banorët dhe drejtuesit e automjeteve shprehen se gjendja e rrugës ka degraduar dhe me nisjen e rreshjeve të shiut mund të bëhet më e pakalueshme. Banorët dhe drejtuesit e mjeteve thanë se jo vetëm kjo rrugë, por edhe rrugët e brendshme të fshatrave Xhibërhane e Ket janë thuajse të pakalueshme, sidomos pas rreshjeve të fundit të shiut. Xhibërhane dhe fshati Ket janë të bllokuar komplet. Që nga dita si ka filluar fortuna e kënej. Edhe rëshqitje gush poshtë rruga Kelumi, bashkia s'ka ardhur fare. Sa pa me sy. Sa kanë votu një zjarë fare. Lëvizin makinët, po me zoj lëvizin. Në Ket jo një, në Ket nuk lëvizin fare. Gjenja rrugës sa cop. Për ne këtu, kjo rrugë është dhënë fondi dhe nuk vinë me shtru këtë rrugë. E kena bo problem disa herë këtë punë. Për ne duhet morë masa, ka rështitje guresh, dheje, dhe do vim sot, do vim nesër. Kjo rrugë ka qenë full që të shtrohet qishëm shtator. Për këtë rrugë është dorëzuar një projekt për asfaltim, por deri tani nuk është miratuar, ndërsa banorët kërkojnë që të paktën të shtrohet me zhavor.